Mos shi çfarë ka bërë Adheu për ty, po çfarë ke bërë ti për Adheun. Kështu e tha dikur John Kennedy. E në këto ditë të lirisë, dikush u mundua të vazhdoj të luaj dhe të bëj antilirin. Po për të mbrojtur këtë liri, dëshmorit më të ri të Kosovës, Enver Zymberit, i bëhen respektet dhe nderet e herojt të kombit. I janë bërë edhe këngë. Speciale e këtij eventi të madh shqiptar do të jetë edhe çmimi special True Story, të cilin do ta dorëzoj zonja dhe zotri, ministri i punëve të brendshme në Republikën e Kosovës, zotri Bajram Rexhepi. Dhe Genta Ismaili. Zoti ministër, juve ju pritëm në skenë se mirë është me i pas punë të mirë me policinë. Faleminderit urdhroni. Faleminderit. Mirëmbrëma të gjithëve. Ne falenderim të posaçëm Ziko Kompanis, që i ka shku mendja ideja me nderu herojin më të ri të Kosovës, familjen e tij, policinë e tij, ndërsa unë e një vetën shumë të privilegjuar që sot do të ndaj këtë çmim. Faleminderit. Zoti ministër, ne do të sjellim çmimin në vazhdim. Urdhrat lutem, kush e ka radhën me sjell çmimin, ndërsa do të ftojmë fituesin e këtij çmimi special, Eja Genta, t'japim edhe ty dur trokitje. Ndonjëherë protokollet kështu e kanë. Për dallim prej ministrit unë dua të puth. Zonja zotri, fituesi këtij çmimi special nga kompania Ziko, nga Zhurma Show Awards, është Gold IG. Urime? Ju përshëndet gjithëve, ju falenderoj shumë Zikon për çmimin. Për falenderimi mas pari takon Zotit që më ka dhënë talentin. Falenderoj mamin tem që më përkrah çdo aspekt. I falenderoj gjithë ata që kanë punuar për këngën, Bekën për mbështetjen e këngës edhe gjithë juve. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti ministër, faleminderit Genta.